Spoku është një gjendje e vështirë, shumë e vështirë se sa astma për të menaxhuar dhe shpesh është definitive. Një nga shkaktarët kryesorë të spokut është duhanpirja. Duhanpirja shkakton ngushtime dhe pothuajse shkatërim të strukturave të këtyre tubëve të vegjël që shkojnë në mushkëri dhe transportojnë ajrin. Shkatërimi i këtyre tubave është në nivele të parikthyeeshme shpeshherë. E vetmja gjë që ne mund të bëjmë është t'i mbajmë në nivelin që i kemi gjetur. Ky është mënyra se si mund ta fitojmë këtë luftë. Nuk ka një mënyrë tjetër se si ne mund ta fitojmë luftën e spokut, është ta mbajmë deri në nivelet që është, por shpeshherë pacientët që vinë tek ne janë me një shkatërim pothuajse të pamundur për të rikthyer. Kështu që shkatërimi i këtyre tubave shkaktohet specifikisht nga duhanpirja, sidomos duhanpirësit afatgjat, të cilët kanë për vite të tëra kanë pirë cigare dhe në shifra alarmante për momentin. Janë vërtet pacientë që shkaktojnë dhe bëjnë shkatërim të gjithë strukturave që përcjellin ajrin nga momenti që ne thithim dhe deri në momentin që shkon në mushkëri, dhe shpesh herë janë të bashkëshoqëruara me sëmundje të tjera, duke përfshirë sëmundje të zemrës ose në rastet akoma më alarmante duke përfshirë dhe sëmundje që vijnë nga mos oksigjenimi i trurit. Oksigjeni që ne thithim është shumë i rëndësishëm dhe në momentin që ne kemi vështirësi frymëmarrje, sigurisht zemra pompon më fort për të arritur nivelin e qarkullimit të gjakut dhe qarkullimit të oksigjenit bashkë me gjakun, sepse mos harrojmë që oksigjeni gjithmonë lidhet me gjakun për të shkuar nëpër organe, ai nuk shkon vetëm. Kështu që në momentin që zemra duhet pompojë më fort, rritet tensioni, pra rritet presioni i gjakut, dhe ky rritje e presionit dhe rritje e fuqisë së zemrës për të kurrur bën që ajo të lodhet dhe të arrijë një nivel stopi, dhe kur arrin ky nivel stopi, sigurisht që nuk dëmtohet vetëm zemra si zemër, por dëmtohen të gjitha organet të cilat oksigjenohen, pra shkon oksigjen dhe gjak nëpërmjet tyre. Kështu që fatkeqësisht pacientët që kanë spok shpesh herë vinë në situata alarmante për arsyen e spokut që ka shkaktuar vetë tek organi i mushkërisë dhe tek këto tubat, por së dyti për shkak të sëmundjeve bashkëshoqëruese me të cilët fatkeqësisht është i lidhur dhe kjo sëmundje.